Gjithmonë më zhdukur kjo getoja e pasur e këtyre njerëzve, një mjedis urban, jetësor i pa shpirt. Në të drejtë më pyesni, po pse bën përshtypje kjo pavarësi? Nuk i bën e para sepse individin tjetër të shqiptar e shikojnë si një komunitet i cili nuk meriton më shumë. E shikojnë si një komunitet që është i destinuar të punojë për ta. E shikojnë si një komunitet pa aftë të arrijë atë që ka arritur ata. E dini cilët kanë qenë fakultetet më të mira, kanë qenë gjuhët e huaja, ka qenë dhe sigurimi, shkolla e sigurimit të shtetit. Tani e mohon një pjesë e madhe. E dini pse? Po të mbaroje shkollën e sigurimit të shtetit, kishe mundësi shumë të mëdha të punoje në administratën e lartë ose të ikën shërbimin diplomatik. Kur përmendet e majta, më vjen diçka të dekanit ton të përbashkët, Indro Montanelli në formë retorike dhe pak me cinizëm thoshte si ka mundësi sa arvin të majtet në fuqinë në Itali, shoqëria bëhet më e varur. Dhe në ndoni mirë se vjen në apostrof. Përshëndetje dhe është kënaqësi. Për këtë intervistë mora shkas nga disa shkrime të kohëve të fundit. Një nga gjërat që më mbeti në mendje ishte gjatë kohës që lexoja artikullin tuaj në lidhje me pabarazinë. Është një temë që ju i riktheheni her pas here dhe që dhe unë kam shumë për zemër. Dhe fakti se sa e vështirë po bëhet për ta lexuar Shqipërinë sot, sepse nga një anë duket sikur kemi një Shqipëri që po zhvillohet jashtë mase, domethënë nëse dikush zbret në Rinas dhe hyn në Tiranë, do të shikojë ndërtesa të larta, restorante plot me njerëz, të krijon idenë e progresit. Por nga ana tjetër, kur fillon dhe flet me njerëzit, ti merr tjetër ndjesi, domethënë merr ndjesinë e pasigurisë, të lodhjes, të cinizmit, dëshira për të ikur, dhe do doja ta fillonim pikërisht te kjo kontradikt. Mendoni që Shqipëria sot është vërtet në progres, apo ndoshta thjesht e kemi marrë mirë dorën prodhimit të këtij imazhit të progresit? E konceptuar në këtë mënyrë është pyetje dhe konstatim jashtëzakonisht i vështirë, sepse është pjesë e cila mund të të obligojë për një studim të gjatë, por pabarazia është e dukshme. E para duke parë në analiza sasiore, dhe dyta që është më kryesorja, në analizat cilësore. Neve sot jemi produkt i një informaliteti të frikshëm në vendin tonë, dhe ky informalitet ka prekur bazën, ka prekur dhe superstrukturën. Pse? Informaliteti vjen kur flas për bazën, qoftë në mënyrën se si ne paguhemi, qoftë në mënyrën se si ne përballemi me shtetin tonë, qoftë si institucionet e shtetit tonë punojnë, qoftë si bizneset e ndryshme raportojnë të dhënat e tyre, ashtu si shteti ndërton politikat. Dhe cilësor është ajo e kujdesshme që ti shikoni në këtë informalitet, që gjërat janë krejt ndryshe nga ajo që realisht u vendoset përpara tuajve. Pjesa e imazhit është pjesë gati vrastare. Arkeologët, për shembull, që merren me antikitetin, një nga shqetësimet më të mëdha që kanë është kur punojnë të japin vertikalitet qyteteve, që do të thotë të gjitha rrënojat ti ngren. Vetëm ashtu ti merr një përfytyrim sa do larg të atij qytetërimi. Por ju me kujdes më pyesni për realitetin shqiptar. Në kohët e fundit, për fatin e madh, sidomos për fatin e brezit tuaj, ne kemi diferencë shumë të madhe brezash, por personalisht më vjen mirë që në brezin tuaj, ndryshe nga çfarë thuhet, ka individ të Homo albanicus, është një temë që unë e bëj gjithmonë tek Gazeta Panorama, që jo vetëm mendojnë, por arsyetojnë dhe mbi të gjitha shikojnë çështjet thelbësore të individit shqiptar, dhe një nga këto është pabarazia. Kemi një botim të mrekullueshëm në këto kohë të një autori të madh që unë jam i sigurt që ju e keni konsultuar, Piketty. Ka bërë Kapitalin, Historia e pabarazisë. Dhe historia e pabarazisë, që në mendimin tim jo këshilloj shumë njerëzve, por me çfarë kuptoj as nuk marrin mundimin ta lexojnë. Dhe ai përthen disa aspekte të pabarazisë. Pabarazia në fakt, në sistemet ekonomike që janë sot dhe që janë gati të përafërta, timi të ndershëm, ka një paradoks të madh tani në këtë kohë. Shumica e vendeve janë të quajtura demokratike. Dhe nuk e di, është 1% gati mbi 70% e vendeve në botë.
sepse ka zgjedhje të lira, ka aspektet të demokracisë liberale. Mënyra si funksionon nuk është e tillë. Dhe kthehemi te pabarazia e vendit tonë. Dikur ne godisnim që vetëm një pjesë e popullsisë merrte të mirat e prodhimit të pjesës tjetër dhe një pjesë akumulonte pjesën më të madhe të pjesës nga buxheti, po qoftë dhe nga të ardhurat. Dhe kemi rastin e fundit në vendin tonë. Sipas statistikave është llogaritur që vetëm 7% e popullsisë tonë kanë gati 93% të ardhurave. Ndërkohë që ne të dy e dimë shumë mirë. Mbase kemi këndvështrime të ndryshme, por ju tashmë prekni shumë më tepër këtë lloj Shqipërie, që pronarët që janë një pjesë të madhe të vendit ose prestanomet, dhe ne s'kemi fuqi në këtë moment të dy sepse duhet të futesh në investigime jashtëzakonisht të thella për t'i zbuluar, gati kanë pjesën më vitale të rivjerës tonë. Ata kanë pjesën e investimeve kryesore në vendin tonë. Ata kanë marrë privatizimet kryesore në vendin tonë. Dhe ti shikon pjesa tjetër e popullsisë është gjithmonë më e varfër. Është gjithmonë përballë këtij formaliteti shumë të madh. Këtu pastaj futen variabla të tjerë, dhe janë variablat social, variablat e trashëgimisë historike, ku nostalgjia ndërthuret jashtëzakonisht, dhe është pjesa politike. Këtu unë mundohem të abstragoj, a mundet Homo Albanicus në këto kushte, duke ditur këto realitete, duke pasur përballë këtë ekuacion, që mua më vjen mirë që ka individ në këtë shoqëri si ju që bëni përcaktime gati parciale, të ndryshoj diçka. Por kam vërejtur diçka që e pash edhe në shkrimin tuaj të fundit, i cilin pëlqeu jashtëzakonisht. Kishit bërë diçka për konceptin e patentës, dhe koncepti i patentës shkonte shumë më tepër se dokumenti mirëfilli, po ishte është status, më fal. Dhe ligjërisht është. Po. Dhe njerëzit që merreshin me ju nuk merreshin me konceptin, nuk abstragonin për konceptin, po merreshin me gjëra krejt anësore. Dhe një gjë e tillë e përballa vet në diçka që edhe titullin e kishta me thonjse. Kjo shoqëria jonë përballë një formaliteti të jashtëzakonshëm, të ushqyer nga korat, por edhe nga ajo pjesë që ne kemi sot përballë vetes, që ne kemi përballje as pak të mirë me pronën publike dhe pronën private. Ne kemi probleme të trashëgimisë tonë. Dhe t'ju them një element. Në fillim të viteve 90, një burr i mençëm që disa vite më vonë do bësh kryetari i Akademisë tonë të shkencave, ka qenë profesor Ylli Popa, bën një shkrim në kapërcyell ndërmjet të 80-s dhe 90-s në 2 pjesë të kapim kohën e humbur. Ju e dini është titulli i kryeveprës së francezet Marcel Proust. Bravo. Është përkthyer edhe në shqip, mirë besoj nga zoti Tupja. Dhe ideja e tij ishte që ne duhet të kapim kohën e humbur. Thelbi ishte jashtëzakonisht i drejtë, real, dhe u fliste shqiptarëve ose për shembull ato apele që besoj dhe ju mundoni t'i bëni vazhdimisht, që duhet të kapim kohën, dhe të kapësh kohën, duhet të luftosh informalitetin, duhet të ndash mirë të ardhurat me publikun, duke ndarë mirë ti e motivon shqiptarin të qëndrojë në vendin e vet. Ti duhet të respektosh mjedisin shqiptarit. Dhe janë disa variabla bashkë të cilat mund t'i trajtojmë në intervistë. Nuk e di se sa e kemi bërë, ose sa e kemi hyrë kësaj përpjekjes për të kapur kohën e duhur sot. Dhe në qoftë se nuk i kemi hyrë, a kemi akoma mundësi, a kemi akoma kohë që ta fillojmë si proces? Burokratikisht, po. Matrica tashmë e integrimit Bashkimit Evropian na obligon që ne të përshtasim ligjet, të përshtasim mentalitetin, që kjo është fushë diskutimi shumë e madhe, për të përligjur këtë rrugë, integrimin në Bashkimin Evropian. Personalisht besoj që jemi shumë larg për të kapur kohën e humbur. E para sepse
në qoftë se bota do qëndronte në vend dhe ne do ndryshonim atëherë po, por ju e dini që bota ndryshon vazhdimisht. Dhe këtu vjen dhe ajo parabola e famshme që na vjen nga antikiteti me Akilin dhe breshkën, që Akili, njeriu më i shpejti, antikiteti nuk e kapte dot breshkën. Edhe ne sado breshk tjetë Bashkimi Evropian, ne nuk e kapim dot. Këtë e them në mënyrë simbolike. Pse? Sepse mentaliteti jonë është sërish i mbushur me rudimentet të së shkuarës, me koncepte të reja të cilat forcojnë këtë pjesë të themi të regresit ton, të individit, dhe mbi të gjitha. Shikoj që në pjesën më të madhe flitet për ndryshim pa e kuptuar realisht se çfarë është dinamika e ndryshimit, çfarë është dialektika. Kuptohet që ne të dy po të flasim shumë për dialektikën, do na thonë marksista të dy. Por kjo, dhe t'ju them, Bashkimi Evropian e thekson evolimin. Dhe neve deri tani po përgatisim ligjin, por në momentin që ligji do përballet me zbatimin në vendin tonë, dhe për shembull ju e dini një nga kapitujt më të vështirë tonat është kapitulli i mjedisit. Ne nuk i edukojmë dot shqiptarët sot, më vjen keq bashkëdhetarët tanë, në pjesën më të madhe, sepse unë besoj që ka një pjesë shumë të mirë shqiptarësh, që edhe pa ja thënë dikush ose pa ja ushtruar dikush do të ndryshoj. Nuk hedhin akoma, ju e keni parë letrën në koshin më të afërt. Ju e keni parë çfarë qëndrimi kanë me pronën publike. Ju keni parë se çfarë bëhet me pastërtinë tek ne. Ju keni parë, besoj dhe ndjeni, të merrin e ndodhjes akustike në vendin tonë. Dhe ti e përsërit dhe ajo bie në vesh të shurdhë. Dhe besoj që koha e humbur për ne do të vazhdojë. Është paradoks shumë i madh dhe këtu të vjen Hegeli në kokë. Historia na mëson ne se njeriu nuk mëson asnjëherë nga historia. Në fakt do i kthehemi prapë kësaj, po dua të ndaloj pak të pabarazia. Është diçka që e pyes veten her pas here, domethënë shqiptarët, prindrit e mi, gjyshrit e mi, po ndoshta prindrit e mi më shumë, dolën nga diktaturat gjithë të barabartë në vitet 90. Dhe nuk e di, a mund të gjeni një moment ose një periudhë kohore ku duk qartë që ekuilibri u prish? Keni shumë drejtë. Në fakt ndaj me ju në diçka. Në mesin e viteve të 10, në Shqipëri është e formuar një kast. Këtu ku ne të dy jemi, ka qenë një zonë ku nuk kaloje dot. Unë banoj në pjesën tjetër të bllokut, por përballë me ishte ushtari i bllokut. Ishte një zonë që unë kam lindur dhe jetoj në të njëjtin vend, por asnjëherë nuk mendoja ta kaloj atë. Dhe ishte dilema e madhe se çfarë ka atje. Ndoshta pak dilemë kafkiane, por tek e fundit ishte një zonë e mbushur me mister. Dhe u pyesni me të drejtë për këtë pjesën e pabarazisë si vazhdoi. Kishte lindur kasta. Kishte lindur kjo pjesë që shërbente superstrukturës, e cila ishte pasuruar me rrogat e larta, me benefitet shumë të mëdha. Në atë kohë kishte benefite që shumica e tyre jepeshin të themi në natyrë, jo mirëfilli të tilla. Dhe ata që tentonin të pasuroheshin ndryshe, për shembull është rasti një muzikanti të televizionit që bëri një marifet me biletat e trenit, ai pati ndëshkim maksimal, domethënë, pushkatua. Ashtu si dikush tjetër në një nga fshatrat e Tiranës, ai gjithashtu u pushkatua. Por këta ishin pjesë e cila ishte më afër popullit. Kurse pjesa e lartë kishte kohë që në fund të viteve 70 ishte shkëputur nga populli. Dhe fakti është, për shembull, në pjesën më të madhe të gjyqit që është bërë gjeneralëve dhe të tjerë të cilët u dënuan në vitet 70, ishte edhe jeta e shfrenuar e tyre. Tashmë ne gjithmonë me atë empatinë të dënuarve dhe kështu nuk e shikojmë, por prindrit tuaj e kanë parë, gjyshit tuaj patjetër e kanë parë. Dhe u dhimbse sepse ata kishin punuar për Shqipërinë, ata kishin punuar për një Shqipëri jo abstrakte, por një Shqipëri që ta preknin. Kjo është
ky është fati i të majtëve që erdhen mbas luftës së dytë botërore, ndërkohë që në Rusi erdhën me, të themi, ato vitet e para kanë qenë të ashpra dhe pastaj ata e zbutën diçka, po tek ne erdhi duke u përmirësuar deri në vitet 70 dhe pastaj kur u prishën marrëdhëniet në fund me Kinën, filloi dobësimi. Por ndërkohë njerëzit e pasur, pashallarët e kuq që ishin krijuar, kishin shtëpi më të mira se sa tjerat, kishin benefite, nuk kishin makina personale, po kishin makina në ngarkim të tyre, kishin mundësi pushimesh, kishin mundësi që fëmijët e tyre ndoshta të studionin dhe jashtë, përveç fakulteteve të mira. Atëherë për shembull do qeshni, e dini cilët kanë qenë fakultetet më të mira? Kanë qenë gjuhët e huaja, ka qenë dhe sigurimi, shkolla e sigurimit të shtetit. Tani e mohon një pjesë e madhe, e dini pse? Po të mbaroje shkollën e sigurimit të shtetit, kishe mundësi shumë të mëdha të punojë në administratën e lartë ose të ikin shërbimin diplomatik. Dhe një pjesë e njerëzve që i kishin këto benefite i çonin fëmijët atje. Dhe ata merrnin dhe këtë formim, merrnin dhe formimin juridik. Dhe me të drejtë, këta njerëz erdhen edhe në kapërcyell me shumë mundësi, me shumë kontakte, për shembull ata që punonin dhe që dinin jashtë i kishin kontaktet me tuajt. Ata që kishin një lloj, të themi, kamje, kishin mundësi të negocionin në ato momentet e para. Në Shqipëria viteve 90, e fillimit të viteve 90, ka qenë gati drejt rënimit. Unë akoma nuk besoj që do ketë një kinas të mirë shqiptar të nxjerrja atë kohë, por përveç varfërisë erdhi dhe zhgënjimi. Për shembull, ishin dy preza të tërë që kishin sakrifikuar për të ndërtuar një Shqipëri që u shkatrua për pak javë dhe jo vetëm që leku pati inflacion të frikshëm gati nuk në mos gaboj mbi 200%, por problematikat e tjera e lanë një pjesë të njerëzve që kishin ndërtuar vendin e lanë pa mjetet kryesore të jetesës. Dhe të mendosh njerëzit që bën Shqipërinë të vuanin në këtë. Dhe këtyre pastaj u shtua në pjesën e babarësisë mirënjohja e një klase që në emër të demokracisë u mundua të uzurponte vlerat e mira. Dhe për shembull ju e keni parë sot, flitet për demokraci dhe shfrytëzohet demokracia, por demokracia shumë herë po i hypën vlerave përsipër. Dhe këtë pësuan njerëzit e fillimit të viteve 90, sepse vlera është universale. Vlerën mund ta ketë dhe njëri që është në diktaturë, që është dhe në fashizëm, që është dhe në komunizëm. Kurse demokracia është sistem ekonomik. Kjo ndodhi me këta dhe deri në vitin 96 ka qenë një lloj tranzicioni. Por tranzicioni, ju e dini, tranzicioni real në një vend është tranzicioni ndërmjet kushtetutave. Dhe ju e dini që 94 kushtetuta jonë nuk u miratua me referendum, pastaj zgjati dhe pak kur u miratua kushtetutare. Kjo mund të quhet periudhë tranzicioni. Kurse kjo që thuhet tani për tranzicionin nuk është e vërtetë. Kjo është pjesa që ne nuk po dim të ndërtojmë shtetin tonë. Për të kthyer pak tek pabarazia ekonomike sot në ditët tona, është e dukshme qoftë nga zonat ku jetojmë, domethënë në shkrijuar një lloj ndarje, sa të paktën këtu në Tiranë duket sikur ka dy Shqipëri, është një Shqipëri që jeton në zona rezidenciale, është dhe janë dhe gjithë të tjerët. Dhe e kuptoj këtë dallimin, domethënë midis elitës ekonomike dhe pjesës tjetër të shoqërisë, domethënë elita ekonomike ka zonat rezidenciale, ndoshta ka makina më të mira, mund të ketë kujdes shëndetësor më të mirë, arsim më të mirë, po vjen një moment që dhe atyre ju duhet të lëvizin në të njëjtat rrugë që ecim ne të tjerët, të thithin të njëjtin ajër të ndotur që thithim ne të tjerët. Dhe pyes nganjëherë vetëm çfarë vlere ka pasuria nëse realiteti i përbashkët ku jetojmë vazhdon të përkeqësohet. Kjo është një nga paradokset më të mëdha dhe mua më vjen mirë që e prekni në këtë lloj mënyre. Gjithmonë më zhdukur kjo getoja e pasur e këtyre njerëzve, një mjedis urban jetësor i pa shpirt. E para sepse i kanë shtëpit aq afër me njëri tjetrin, sa që u mungon ajo pjesë të themi
e intimitetit për të cilin ata besojnë që kanë shkuar në këto rezidencë. Dhe dyta që është më shqetësuese është që ata njohin Shqipërinë e vetëm këtij rrethimi dhe nuk njohin Shqipërinë e madhe. Dhe këtë e njohin vetëm në momentet kur kalojnë nëpër Tiranë, ose kur vinë nga shtëpia në Tiranë dhe kthim, ose kur I duhet ikin në rezidencën e tyre në jug të vendit. Pyetja juaj me të drejtë është, a kthjellohen këta njerëz për këtë? Unë besoj që jo. Në pjesën thelbësore, pse një pjesë e tyre kanë kohë që kanë humbur kuptimin e realitetit. Po ta shikoni me kujdes, një pjesë ushqen, ndoshta edhe në brezin tim, deri në brezin tuaj, mundohen që si vlerë të përcaktojnë qëndësinë e një statusi të pasur me kamje, por jo realisht një qëndësi me kamje shpirtërore ose intelektuale. Kjo për shkak të një problemi të madh, që neve kemi kohë që ne nuk kemi autoritete morale në vendin tonë. Ne nuk kemi rrethe shoqërore kulturologjike, siç u arritën pak të bëhesh në vitet 30. Por atëherë më shumë ishin, si të them, zona mbrojtje për shkak të kulturës nga vendet që ata vinin dhe përplaseshin me njëri tjetrin në sensin kulturologjik dhe mbronin kulturat nga vinin. Për shembull, Tirana ka qenë tek Berlini mblidheshin njerëzit e Deutsche kulturës, ke Venecia mblidheshin italofilët, ka qenë te Kursali mblidhesh elita e Tiranës, të pasurit e Tiranës, e luaj edhe Bixhoz, bëshin dhe të gjitha bizneset. Dhe ishte edhe pjesa tjetër frankofone, diçka më sipër. Dhe në këtë hapësirë, për shembull, tek Kursali Nice printe Branko Merxhani. Ka qenë jashtëzakonisht I përkor, dhe aty përsjaste shikonte edhe pjesën sociale, e shikonte me zë, se ai abstragonte, por nuk e njihte tamam kështu. Dhe vim në kohët tona, këta njerëz nuk e kanë mundësinë për të ngritur rrethe të tilla. Për shembull, besoj edhe juve ju vjen shqetësimi që si nuk kemi një organ kulturologjik filozofik, që kur të dilte për shembull një herë në 3 muaj ose në 5 muaj ose në 6 muaj, mezi ta prisnin për idetë që ishin në vendin tonë. Këta njerëz më shumë tashme janë në garë me pasurinë e tyre, tani janë në garë se si të përsosin ligjet dhe që I fusin parlament, dhe nga ana tjetër, se si të barazohen me të kamurit e tjerë në Ballkan, sepse po ta shikoni me kujdes, kanë frikë nga të kamurit në Europën perëndimore, sepse atje përballesh me ligjin. Jo që atje nuk thyet ligj, edhe atje thyet bajagi shumë. Por në Ballkan ke sens krahasimtar jashtëzakonisht madh. Beogradi, për shembull, t'ju them një element, të gjithë këta I ka të mbledhur në 2 vende. Në Dedinj, është vendi ku dikur ka pas shtëpinë edhe Miloševići dhe këta vëllezërit e njohur Karić, dhe aty është dhe grupi ambasadëve, dhe tash është dhe Beograd na vodu, është Beogradi mbi ujë, sipër lumit, që mblidhet kasta e re ekonomike serbe, njerëzit të cilët kanë përfituar nga luftrat, që kanë përfituar nga kontrabandat, që kanë përfituar nga regjimi nga regjimi I Zotit Vučić. E njëjta gjë në Tiranë, shumer Zotit Rama dhe paraardhësit e tij Zotit Berisha, ju I ka shkar, por kjo elitë ekonomike e krijuar mendimin e politikës. Unë jam I sigurt që ata mbajnë me patericën e politikës pjesa më e madhe. Ata gjithmonë më shumë kanë një lloj pavarësie dhe këtë pavarësi mundohen ta përçojnë nëpërmjet ligjeve që bëjnë në parlament. Dhe ju me të drejtë më pyesni, po pse bën përshtypje kjo pavarësi? Nuk I bën e para sepse individin tjetër të shqiptar e shikojnë si një komunitet I cili nuk meriton më shumë. E shikojnë si një komunitet që është I destinuar të punojë për ta. E shikojnë si një komunitet të paaft të arrijë atë që ka arritur ata. Ndërkohë që ke këta 90% është mendja vitale e kombit, janë krahët vital të kombit. Është ajo
pjesë që sikur adheu të ketë rrezik, ma beso ke këta 90% do vinë pa kërkuar benefite, kurse këta 10% siç ndodhi në Ukrainë do I kesh në gjithë vendet të Europës. Paradoksi është që e gjithë kjo ndodh aktualisht në një qeverisje socialiste, domethënë dhe nuk e di, a ka kuptim më fjala I majt ose e majt në Shqipëri në ditët tona? Jo tamam. Dhe mua gjithmonë më vjen ndërmend kur përmendet e majta, më vjen diçka të dekanit ton të përbashkët, Indro Montanelli. Indro Montanelli në formë retorike dhe pak me cinizëm thoshte në kohën e vet, si ka mundësi sa herë vijnë të majtët në fuqi në Itali, shoqëria bëhet më e varfër. Dhe kështu po ndodh tek ne. Qeverisja e majtë tek ne flet për privatizime, qeveria e majtë flet për kapitalizime, për kapitalin në vetvete, për investime dhe tjerë, por shumë pak për reforma sociale. Shumë pak nëpërmjet reformës territoriale që po endet thjesht për numrat dhe jo për cilësinë, për shërbimet se si t'u shkoj shërbimi këtyre njerëzve. Dhe nga ana tjetër, si t'ja u lehtësoj barrën këtyre njerëzve. Ju e dini tani nga informacioni I fundit që janë 150.000 dosje që presin shqyrtimin dhe një qeveri e majtë duhet bënte çmos indirekt nëpërmjet reformave që t'i shpënte këto dosje. Qoftë me pastrimin e kadastrës, që kadastra ju e dini është baza themelore e një shteti, edhe me element tjerë. Një gjë e tillë nuk ndodh. Në një pjesë të madhe të Europës po shikojmë se si partitë tradicionale kanë humbur një mbështetjen e tyre dhe në disa vende dhe po shpërbëhen. Britania ndoshta shembulli më I fundit ku konservatorët kanë humbur një pjesë të madhe të rëndësisë së tyre, laboristët vuajtën shumë në zgjedhje, ndërkohë që reforma e Farage dhe të gjelbrit po fitojnë terren. Ndërkohë nga ana tjetër Shqipëria duket sikur është e ngrirë në këtë sistem politik, domethënë edhe pas një sërhumbjesh nga ana e opozitës, është e njëjta parti kryesore në opozitë, edhe pas skandaleve të majorancës dhe zemërimit publik që ekziston, vazhdojnë të njëjtat figura që të dominojnë jetën publike. Pse është kaq e vështirë që të ketë një rinovim politik në Shqipëri? Mendoj që vazhdon ende mentaliteti I shkuarës, mentaliteti I turmës, dhe këtë po e shikojmë shumë hapur tek Partia Demokratike. Në një moment që ti vazhdon humbet, në një moment që ti mëson nga zgjedhjet në Europë, nga trendet në Europë, nga trendet në Ballkan, se si mund të ndryshosh dhe nuk ndryshon. Në momentin kur ti nuk respekton dokumentin themeltar të partisë, që është statuti I një partie, ti nuk ndryshon dot. Mentaliteti I vjetër është bazik në vendin tonë. E para, mos të kërkosh përgjegjësi, mos të marrësh përgjegjësi, mos të japësh llogari. Dhe nga ana tjetër, të punosh pa u dukur, kjo është kristiane. Nuk ke nevojë për partinë tënde që tregosh që je I majt ose je I djathtë, dhe ti nuk I shërben as të majtës as djathtës. Unë besoj që kjo është rrënjosur thellë tek ne, bashkë me kultin e të fortit. Po ta shikoni me kujdes në të dyja partitë tona, respektohet kulti I të fortëve, nuk respektohet mendja. Prandaj në ditët e fundit kur vdiq zoti Servet Plumbi, kishte gati apoteoza për të. Por ai ishte gjallë dhe ai kishte vite që as nuk I merrnin mendim socialistët. Ashtu si tek të djallëtët. Ka kohë që ata nuk dëgjojnë më, dhe ç'është më e keqja, ata nuk arrin dot të përmirësojnë dhe kuptimin e të djallëtës shqiptare që ka shumë probleme nga e shkuara dhe kishin mundësinë më të madhe në këtë demokraci të ngrinin një të djallët tjetër, ta bënin pjesë të historisë. Pse nuk ndryshon komuniteti? Nuk ndryshon sepse individi shqiptar përballë shtetit ka gjithmonë informalitetin, që do të thotë ti ankohesh, ti adreson probleme, po shteti as shërbimet nuk t'i bën, as nuk të kthen përgjigje. Dhe kështu ndodhe në përpartira.
ju keni parë sa i dobët është komunikimi tek Partia Demokratike, që ata ka nevojë për mendimin e kujtdo. Po. E njëjta gjë tek Partia Socialiste, gati të mbyllur dhe ti pret që ata të respektojnë statutin siç ndodhi me zotin Spiro Pali. Ankimimin që kishte me zotin Rama duhet të adresonte ligjërisht tek statuti i partisë vet. Ankohen për kryetarin e partisë për këtë akt në asamblen tonë ose në mbledhjen filan. Dhe po të funksiononte një parti, patjetër do i kërkonte zotit Rama të kërkonte falje publike. Po kjo bëhet nëpërmjet dokumentit. Dhe keni parë asnjë nga dy partitë tona nuk e njohin dokumentin. Për shembull ka nisur lëvizja e zotit Saliani, kur ka nisur? Pse s'ke një dokument se si e nise këtë lëvizje dhe ku do shkosh, cili është afat shkurtër, objektivi jot, cili është objektivi afatmesim. Dhe njëjta gjë tek Partia Socialiste, flasin njerëzit për ndryshim. Ndryshimi bëhet nëpërmjet një dokumenti. Por thelbi tani, dhe duket që ne ndryshimet i bëjmë o në variantin Deutzet mashina, që larg qoftë mos të ndodhi si ajo që ndodhi në vitin 98, ku shteti iku në zgrip, ose nga një dorë e huaj, siç ndodhi Kosovës, që ambasadori Dell nxori nga xhepi një zarf dhe tha, do jetë ky personazh, do jetë presidenti i vendit. Në këtë sens, duke pjell krizat vazhdueshme, unë mendoj që të dyja partitë kryesore po shkojnë drejt rënimit të tyre. Partia Demokratike e ka dukshëm rënimin, Partia Socialiste nuk i duket rënimi se ka fasadën e fortë, ka fasadën e pushtetit. Dhe patjetër që në të ardhmen të diktuar do shkojnë në shpërjen e marrëveshjes së vitit 2008. Ndryshimet kushtetuese të së cilës kanë sjellë si pasojë këtë realitet. Por do të jemi koshient për diçka. Ndryshime të tilla iniciohen, bëhen ose kushtëzohen nga rrethana, po duhet individi shqiptar të marrë përsipër situata të tilla në krah. Për shembull, kemi rastin e fundit të Partisë Demokratike që ankoheshin për ata që do përballeshin me zotin Berisha. Por ne dim shumë mirë, ata kishin një vit kohë që për dinjitet t'i vendosin zotit Berisha 2 kandidatura mes tyre. Dinjitoze përballë, sepse është për nderin e Partisë Demokratike, po nga ana tjetër është dhe një shembull për zgjedhjet e tjera, që përballë ka këta njerëz me vizione me të gjitha. Kjo nuk bëhet. Ke Partia Socialiste as nuk ka për të bërë sa tjetë zoti Rama. Në këtë sens besoj që prishja e marrëveshjes 2008, po të bëhesh nga dy parti do ishte mirë, por nuk është ajo vetie këtë dyja. Madje kjo 2008 ai bashkon. Por besoj që do jenë të diktuara që ta bëjnë në të ardhmen dhe ky është momenti pastaj për demokracinë shqiptare, për individin shqiptar, për partitë e reja shqiptare, për brezat e ri që po vinë. Se si do e duan ato Shqipërinë e shekullit 21. Kaloi dekada e parë, çareku i parë i shekullit 21. Nuk e di sa i gatshëm është individi shqiptar për të përfituar nga kjo gjë nëse do të ndodhë. Se ndonjëherë duket sikur problemi është dhe tek vetë njerëzit, tek vetë ne, domethënë tek vetë shoqëria. Dua t'ju pyes pse e delegojmë, domethënë kaq lehtësisht përgjegjësinë. Se është pak paradoksale që njerëzit janë shumë të pakënaqur me gjendjen e tyre dhe në të njëjtën kohë qëndrojmë pasiv. Mendoj që është pak antropologjike. Keni parë dhe besoj keni lexuar diçka. Antropologët kur bëjnë studime, nuk shkojnë në Gjermani, nuk shkojnë në Shtetet e Bashkuara, nuk shkojnë në Francë, madje nuk shkojnë as në Rusi. Po shkojnë tek fiset e humbura në Brazil, që janë akoma të pa identifikuara në brigjet e Amazonës, ose në fisa afrikane, sepse dhe Afrika tani është po lulson në sensin që edhe ata po fillojnë të mendojnë ndryshe për balljen, domethënë bashkëkohësinë. Shkojnë realisht për të parë diçka që si këto komunitete përballë vështirësive të jetës, edhe ata kanë sfida të jashtëzakonshme, ashtu siç janë. Smundje, ushqimi, mbijetese,
gëzimi, edhe ata gëzojnë dhe gëzojnë bukur madje. Si të mbjetojnë. Dhe realisht në shumë nga këto, ata kanë gjetur përgjigje për shoqëritë, për individin, sepse tek e fundit në rrënjët tona është e njeriu parak. Dhe këtë shikojmë dhe vetë nga inati, nga zemrimi, nga mënyra se si ne përballemi. Dhe këto fise zgjedhin gjithmonë individ të cilët janë të aftë të kryejnë gjetjen e resurseve ushqimore, të gjejnë mundësi për mbijetesën e tyre, të gjejnë mundësi se ku do rinë, të parashikojnë kohrat, mjedisin dhe të gjitha. Dhe këta janë vizionar pa shkollë. Kurse shoqëritë tona sot janë shoqëri shumë të kultivuara. Dhe ju keni të drejtë pse ne adresojmë, sepse është e parimi që një pjesë e individëve që kanë pasur fat të shkollohen më mirë, që janë mbështet nga kjo pjesë e shoqërisë, sepse një pjesë kanë pasur prindrit, kanë sakrifikuar shumë për ta, t'i japin komunitetit pjesën e tyre të ngjyrës së ideve, dhe ju e dini një pigmenti i fortë ndikon në një masë. Dhe kjo është ideja që nëpërmjet ngritjes së zërit, kështu ti mundohesh ta trandësh shoqërinë që ke. Por kjo shpesh, sidomos tani që kemi përballë rrjetet sociale, është gjithmonë më vështirë. Por individ që artikulojnë mirë, që nuk merren me pasojat, të tilla gjëra i bëjnë vetëm pak njerëz, sepse vetëm një pakicë njerëzish arrin të abstrahojnë. Dhe qëllimi në shkrimin tim për shembull ishte që Tajar Zavalani në vitet 34 është bërë shkrimi, ishte 31 vjeç atëherë, do shkonte edhe në Rusi, do njihte vërtet majten. Atëherë komunizmi, t'ju them diçka, ka qenë mod, ka qenë kulturë. Dhe ishte gjë e re e botës. Tek e fundit s'kishte përgjigje më të mirë për kapitalizmin se sa një e majtë e tillë. Atje pa paradokset i vranë të vllajën, sepse vllai ishte në strukturat komuniste, atje pa realisht se çfarë po bënin bolshevikët. Dhe erdhi këtu normalisht në këto shkrime që bënte. Sensi ishte shumë i pastër, që ne që kemi pasur mundësi këtij grupi shoqëror të mundohemi t'i inicojmë vlera, t'i tregojmë atë që ai nuk ka pasur mundësi ta marrë, të kemi mundësi një grup nga ne të ngrenë shkolla, sepse t'ju them diçka, pa shkollë, pa mendim, ti nuk mund ta çosh një shoqëri përpara. Mendimi bëhet për shembull, nëse ne do kishim organe kulturologjike, filozofike, mirëfilli ku të përplasim ide. Por siç thot Kornica, ju e dini që nuk di ndonjë shqiptar thotë që të ka vdekur për ide. Megjithëse mbasi e ka thënë këtë fjalë, ka pasur shqiptar që kanë vdekur edhe për ide. Që është Papa Krista Negovani e tjerë, diq për idenë e Shqipës e tjerë. Dhe në këtë sens, apelet që bën një pjesë e njerëzve si ne, nuk është për ta qësëndisur, e qësëndisin plot lloj-lloj njerëzish që merren me rrjetet sociale, me si quhen këto, me këto platformat publike si Big Brother e të tjera, por është një pjesë që do ta ngrejë popullin e vet, sepse e ka menduar këtë vend që të jetë jo thjesht vendi i origjinës, po vendi i jetesës dhe vendi i mbijetesës. Prandaj për shembull t'ju them një element, në Gjermani fëmijët kur i edukojnë për kombin, për vendin, nuk nisen nga mitet, siç nisemi ne. Dhe po ti shikosh mitet që ne duhen deklasifikuar, por nisen realisht nga gjëra reale. Për shembull te Unser Heimat thuhet adheu ynë. Unser Heimat, das ist nicht adheu ynë, nuk është kjo. Adheu ynë është pema, është lumi, është mali, janë peshqit që kalojnë ke lumi kështu. Llogaritë e Gjermania ka bërë luftra pafund. I kanë dalë përballë Napoleonit, e tjera. Bën ato 4 urat e 2 luftrave botërore. Por tek e fundit nuk flasim për uniformën si ne, ose për njerëzit që i vën qoksin topit e tjera, pa çka si një pjesë me kalimin e kohës ka dalë që nuk kanë qenë ata që duken. Po i flasim për atë, ajo që është jona, dhe është e bukur. Ju përshkruani gjithashtu edhe se si
Cinizmi në një farë mënyrë është ndërrohet një cikël që përforcon vetveten. Politikanë që komunikojnë me cinizëm, media që amplifikon spektaklin, ndërkohë që njerëzit e thjesht tërhiqen, largohen nga politika gjithmonë më shumë. Dhe jam kurioz çfarë i bën kjo jetës tonë të përditshme me kalimin e kohës, do të thënë çfarë ndikimi ka. Na shpesh. Ne jemi shpeshur nga vlerat. Po ta shikoni me kujdes, ka shumë njerëz përballë nesh që relativizojnë gjithçka. Relativizojnë mendimin e mirë, relativizojnë shkrimin e mirë, relativizojnë aktin e mirë, relativizojnë një dëshirë të mirë. Kjo është ajo që po na bën cinizmi dhe ky cinizëm ushqehet. Jo thjesht është vrarë shpresa, po ka një fatalitet të shpresës në ditët tona. Fataliteti ju dini është ajo që shoqëron individin shqiptar dhe ne e kemi gjithë në thelb. Kemi përballë një shtet që nuk na i zgjidh gjërat tona, që ka detyrë t'i zgjidhë. Dhe këtu na humbet edhe është shpresa që e ka çdo individ dhe sa më shumë të kaloj mosha, kjo shpresë fashitet dhe shpresa humbet këtë konceptin më të bukur të saj, që është dëshira, ëndra, dhe shpresa bashkohet me fatalitetin, po s'ka më kohë. Për shembull, mosha ime edhe pak fillon qoftë dhe ignorant tjetë, bën përsiatjet metafizike për botën tjetër, sepse do vdesësh dhe të duhet ta përgatisësh veten për kalime të tilla, për stade të tilla, pa çka se ne dim nga filozofia ti, kur ndodhe ajo ti s'do ndjesh që. Por kjo është, prandaj fataliteti i shpresës është që neve sa më shumë kalon koha, aq më shumë ndjen shkënjimin. E para nga shteti, e dyta nga shoqëria, e treta nga përpjekjet që ke bërë. Dhe për shkak çdo njeriu e dini që vjen një moment, dhe sidomos në momentet vështira, bën përsiatje, bën analizat vetes. Dhe kupton për shembull që ka humbur energji që me ato energji do bënte shumë gjëra të tjera. Po s'ka mundur, nuk e kanë lënë të bëj. Dhe ky është ai cinizmi i madh që tek ne është bërë si qerthu. Është cinizmi aty burokratit, është cinizmi i shtetit në vetvete, është cinizmi i shoqërisë që nuk e veçon vlerën e mirë dhe ta induktoj në pjesën tjetër, sepse ju e dini kur ajo është nxitse, gjëja e mirë po të jetë e vërtetë është nxitse. Dhe besim në atë qerthullin tonë. Në qoftë se do merrja një pozicion pak cinik dhe do thosha që e gjithë kjo, domethënë kultura që krijohet nga për shkak edhe të cinizmit, domethënë kultura e gjetjes së rrugës më të shkurtër, e krijimit të një rrjeti njohjesh që do të ndihmojnë për të dalë nga situata në momente të caktuara, ndoshta mund të tingëllojë edhe si një lloj lirie, pra domethënë liri nga burokracia dhe nga një shtet i cili nuk i besoj dhe ku qëndron rreziku i një mendësie të tillë. Lidhjet e shkurtra dhe manovrimet të tilla, edhe ajo zgjuarësia e individit që i shpëton këtij qertulli, mund të të çojë në një lloj kënaqësie, të themi vetaritje, që ke bërë diçka, ishe i Zotit bëhe këtë e tjera. Por ju më tha diçka vetë pak më përpara, një përsiatje reale. Ti vjen nga qyteti dhe ti vjen ke vendi punës, nga rezidenca e mrekullueshme vjen aty. Tërheqe mori ti shikon si është rruga. Nga aty për shembull në ver ti do shkosh dhe do shikosh fshatarët që shesin rrugës dhe shkon tek vendi jot i pushimit. Dhe shikon ata punëtorët që në kohën që ti lahesh, gruaja jote lahet, fëmijët e tu lahen dhe gëzojnë begatin tënde, ai është ulur në një cep dhe ka hapur një copë letra dhe pa hap bukë. Kjo është e pjesë që nuk thuhet, po është ke pjesa që çdo njeri ndikon jashtëzakonisht. Ndoshta edhe ai më i egri, më i paperceptueshëm, ai që nuk e ka empatin si vlerë, trandet, nuk trandet vetë, po për shkak të perceptimit, në vetdia jote preket, sepse vërtet ti je mirë dhe vërtet janë pak njerëz mirë, po punëtorët e tu s'janë mirë. Patjetër që kushurinë e tu nuk janë mirë,
patjetër që do kesh histori sëmundjesh që një pjesë do të duhet t'i kurosh këtu, ose e kuron jashtë, po kancerin e ke marrë në këtë vend. Dhe mbi të gjitha është ajo gjë e madhe e jetës, cinizmi, që vjen një moshë dhe ti kupton që do marrësh paq sa i punëtori që ha ty ke cepi, që do punoj gjithë verën dhe nuk do lahet një herë, thjesht të ta bëj ty sa më të mira të pushimin. Në këtë sens them që cinizmi i shoqërisë dhe ky realitet ndikon edhe indirekt në pjesën metafizike ke njeriu. Nuk mund të jetosh veçuar nga një shoqëri. Për shembull, keni parë diçka, një pjesë e politikanëve tanë, përfshirë dhe zotin Rama, mundohen të japin një imazh të shqiptarëve shumë të elaboruar, shqiptar, po të themi të lecuar, ndoshta është e tepruar, por edhe nga pamja, edhe nga gjëra të tjera që jemi një shoqëri që kemi kapur standardet larta, dhe po të shikosh reklamat tona, janë më të mira se reklamat e televizionit italian ose gjerman. Por e vërteta është krejt tjetër. Dhe këtë të vërtet e din shumë mirë shumë njerëz, sepse të themi element, njërë 5 muaj, njërë 6 muaj, çdo vend të rifreskon indikatorët ekonomik. Dhe njëri ditë i lexoj ato, sa janë të ardhurat për frym, sa investime ke pasur, ku bëhen investimet më të mëdha, sa është borxhi i brendshëm, ose si e ke zbutur borxhin e brendshëm, se ne kemi zbutur në mënyrë artificiale borxhin e brendshëm, e tjera e tjera. Dhe ti nuk mund të jetosh si individ veçuar nga kjo gjendje homo albanicus, ti je pjesë e saj. Pa çka se e cinik, thua, aq meriton sa aq i Zoti është. Në fakt nuk është ashtu. Absolutisht nuk është ashtu. Edhe ti mund të pësosh të njëjtin fat si ai, dhe bota ka treguar shumë raste të tilla. Ju e mbani mend ç'ndodhi në krizën e vitit 2008. Një pjesë u vetvarën ose u vran vete. Një pyetje të fundit, çfarë ju shqetëson më tepër në lidhje me Shqipërinë e 10 viteve të ardhshme, dekadës tjetër? Ndarja e madhe, informaliteti dhe mbi të gjitha fataliteti i shpresës, që do të thotë ndarja është kaq e madhe sa që unë nuk shikoj dot asnjë forcë politike ose asnjë vetdije komuniteti që ta afrojë, sepse edhe individët që punojnë pranë këtyre ose që janë në mes mundohen që ta zmadhojnë sa më shumë këtë hendek. Dhe përveç kësaj, mungesa e një autoriteti moral. Do doja për shembull që vendi jonë të kishte një autoritet moral, o në religjon, o të ishte Akademia e Shkencave, o të ishin personalitete, të ishin 2 personalitete ose 3 personalitete që kur të kumtonin diçka, ti të kuptohet se ku po shkonte kombi. Këta nuk ekzistojnë sot, dhe kjo është një nga gjërat që më dhimbset më shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.